Ministrja e Arsimit dhe e Sportit Ogjerta Manastirliu zhvilloi këtë të mërkur një vizitë në shkollën 7 Marsi në Tiranë, ku ndoqi nga afër një orë mësimi të gjuhës angleze të zhvilluar në laboratorin e ri inteligjent të kësaj shkolle. Laboratori inteligjent është kthyer në një hapësirë të re të mësuarit, ku teknologjia vihet në shërbim të të gjitha lëndëve, duke e bërë procesin mësimor më tërheqës dhe efikas për nxënësit. Jemi duke punuar që të zgjerojmë rrjetet e laboratorëve inteligjent në shkolla, do ta shtrim dhe në 654 shkolla të tjera, që vërtet ka gjetur një mënyrë shumë kreative për të punuar edhe më shumë me nxënësit tanë, për sa i përket jo vetëm gjuhës anglishtës, por edhe për zgjeruar njohuritë e tjera dhe aftësitë e tjera, duke i përbashkë në këtë laborator inteligjent që tashmë është shumë funksional në këtë shkollë, jo vetëm për të mësuar lëndën e teknologjisë dhe informacionit, por gjithashtu edhe për të mësuar lëndë të tjera, për të aftësuar më shumë përmes platformave interaktive, por edhe përmes të gjithë atyre projekteve të bukura që së bashku me mësuesen nxënësit kanë zhvilluar. Gjatë vizitës, ministrja tha se rrjeti laboratorëve inteligjent do të shtrihet më gjerë në të gjithë vendin, si pjesë e një plani të qartë për digitalizimin e shkollave dhe fuqizimin e metodave bashkëkohore të mësimdhënies.